Shpenzimet ushtarake në mbar botën ka përsyen në $2.700 miliard gjatë vitit 2024, duke shënuar një rritje prej 9.4% në terma real krahasuar me një vit më parë. Sipas raportit më të fundit të Institutit Kombëtar për Kërkimet të Paqes në Stockholm, kjo është rritja më e madhe vjetore që nga përfundimi i luftës së ftohtë. Rritja e shpenzimeve është vërejtur në të gjitha rajonet e botës, me ritme më të theksuara në Evropë dhe lindjen e mesme, dy zonat ku tensionet gjeopolitike kanë ndikuar drejt për drejt në politikat e mbrojtjes. Ndërsa 5 shtetet që kryesojnë listën e shpenzimeve ushtarake janë Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Gjermania dhe India, përbëjnë së bashku 60% të totalit global. Këto vende kanë shpenzuar një shumë të kombinuar prej $1.635 miliard gjatë vitit të kaluar. Shpenzimet ushtarake përfshin të gjitha alokimet buxhetore për forcat e armatosura dhe aktivitetet e tyre, duke përfshirë pagat dhe përfitimet për personelin, kostot operative, blerjet e armëve dhe pajisjeve, ndërtimin e infrastrukturës ushtarake si dhe fonde për kërkim dhe zhvillim, e po ashtu në administrat, komand dhe mbështetje logjistike. Raporti SIPRIt nënvizon se rritje vazhdueshme e investimeve në mbrojtje reflekton shqetësimet mbi rritjen mbi sigurinë ndërkombëtare dhe garën e armatimeve në shumë rajone. Ekspertët paralajmërojnë se tendenca e rritjes së shpenzimeve pritet të vijojë edhe në vitet në vijim, duke thelluar dhe mëtej sfidat për stabilitet global.